Ai po jep të nënkuptoj që është të i folë me LDK-n për koalicion. Për koalicion. Jo përveç për president, këtë legjit. Që ke pyetje... Ose për dyjat. Po tash, qëfar koalicioni me LDK-n? Po dhe pikrisht. A është dhe na s'pe bëjmë një pyetje se na për marrëm mirë qenë. A i ka njës Kurti këto takime, nështë ta përmemshej faktin që s'ka shumicë. Se na veç po paragjykojmë që zoti Kurti ka shumicë. A zoti Kurti, as kërkosh nuk është lodhë, me na jep neve një shenë, me thonë që ku e kam shumicë, po s'po du me bome që shumicë, po du me shku për te. Pra na veç po bojmë matematika ati, e ka këto, se ka ato, e ka këtë minoritet, se ka këtë minoritet. Na nuk kem as një shenë që zoti Kurti sot e ka shumicën. Nështë se ka, nështë e ka edhe, po se kemi as një shenë. Kemi, qatë shumë ka për pyetje, Ermal, që një mendje që dikush, një mendje e cila dënë me i ditë pik pyetjet, e ka shumë vështirë, me jep konstatime serioze. Unë vëndoj që pëlluan lojna shumë gjona, kam frikë që këto lojna, nëse do të kemi zvarritje të takimeve, dhe nuk do të kemi takime intenzive, unë po besoj që procesi është të shku drejt zvarritjes. Dhe shkuarja drejt zvarritjes e rrezikon me na e sjell rezultatin e vitit kaluar. Çka ndodh normal nëse nesër mas nesër shkojnë në shkrimet për me thirr kuvendin e LDK-s? Cila është fuqia? Dhe cili kryetari i LDK-s hyn në marrëveshje kaq mëja politike duke qenë i thuar në votbesim. Shumë problem është. Shumë problem. Për me tregu që votat Albini. Nëse e lun këtë lojë zoti Kurti, pse e lun? Shtroj pyetje. Pra ne s'me dim 100 gjë. Po këtë dilemën se ai ka 61 ta ka hek Albini. Pse? Vjedon. Rrezik se si kum pa kërka. Hajde. Gjithashtu edhe partitë e pakicave të cilët kanë qenë në të kaluarën bashkë me lëvizjen vetëvendosje në qeverisje, ne nuk kemi asnjë arsye për të besuar që nuk do të jetë sërish njësoj, kështu që jo vetëm që kemi 50 deputetë si lëvizje vetëvendosje, po njëkohësisht i kemi shumicën e deputetëve në Kuvendin e Republikës, madje kemi më shumë se 61, që është minimumi i nevojshëm, por edhe një herë po e theksoj, nëse unë si Unë po du mi besu plotësisht. Unë po thëmë në një situatë normale, e vetëmja mënyrë që të binë dikur që i ka gjartë e 1, gjartë e 2, gjartë e 3, është që ka marrëveshje të caktuar me parti politike. Sepse këta deputet janë deputet që kanë parti politike dhe ti i kini marrëveshje. Këso marrëveshje s'kemi pa. Po supozojmë që i ka, dhe po supozojmë që i ka gjartë e 2, gjartë e 3. Mirë po çka në shofë se si ka. Sepse na s'kemi pa as një dëshmi. Për pas një fjallë thonë, me thonë drejten, fjallë që i thonë politikantë, në konferenca për shtyp, si ju besoj as 10%, jo veç të Albinit, tas njonit. Historikisht kanë gëny. Historikisht, dhe nëse kur s'kanë gëny, a dim besana kanë gëny në 3 mujtë e këti viti që tonë kanë rajt. Të thonë njëna për me zjedhë prezident, e tonë kanë shku për me zjedhë. Për çdo ditë kanë rajt. Që jena të interesu me zjedhë prezidentit, për çdo ditë kanë punu me zjedhë prezidentit. Që të gjithë?